pa e provu qytetarët, dështimet e këtij njerit nuk bindën. Edhe kjo është periudha ku qytetarët janë duke i përjetuar dështimet e qeverisë së tij, dështimet e premtimeve të tij, dështimet e menaxhimit, keq menaxhimit të tij. Pra, kë ka ardhur me idenë që zero korrupsion, thash ministrat e tij më shumë po rrinë në prokurori se që po rrinë në kuvend. Krejt atë shtylla mbi të cilat e ka ndërtuar që në racion janë thy. Bashkimi kombëtar ka ecë, korrupsioni ka ecë. Marrëdhënie mirë me fqin ka ecë, që kjo është i Zotin dialog ka ecë, kjo pranoj autonomi substanciale të veriut të Kosovës. Do të thonë, këti mitët që i ka ndërtu për vetveten janë thy nga ai. Edhe qytetarët këtë kanë pa, qytetarët janë duke pa, edhe në zgjedhjet e ashme, unë besoj kur do që mbahen, që mbahen këtë vit, me zgjedhje lokale apo në vitin tjetër, ka në... Se situata duket se mund në zgjasë dhe gjatë, pa zgjidhjen situata është e paparashikueshme.